si në aspektin e Superligës. Ajo që qalojmë është infrastruktura, kemi një stadium të mirë si Fadil Vukri, edhe stadiumi i Llopit është goxha i mirë dhe i plotson kushtet. Por që nuk mjaftojnë 2 stadiume për 10 vite, nëse shohim kohën një dekadë veç 2 stadiume janë shumë pak. Nuk kemi stadium nacional, shumica e skuadrave luajnë në fusha sintetike, domethënë që janë kanceri i futbollit prej shumë njerëzve që e studiojnë këtë punë edhe prej lojtarëve që luajnë, sidomos lojtarët e huaj janë kohën jashtëzakonisht shumë fushat sintetike sepse nuk mund ta zhvillojnë futbollin në mënyrën më të mirë. Progresi ka qenë normalisht me kombëtarën e Kosovës sepse kemi arrit 2 herë të shkojmë në play-off, një herë për kampionatin evropian, një herë në tash sfundmi për kampionatin botror. Fatkeqësisht nuk ja kemi dalë akoma ta prekim atë kompeticion të cilin e ndrojmë i gjithë komuniteti i sportit edhe është ëndra më e madhe edhe futbollistëve e të gjithëve. Por që nëse shohim kualifikuesit e para kur gëzoheshim për gol, mos flasim për pikë, edhe tash flasim për sa ofër kemi qenë mu kualifiku, atëherë kjo tregon që ne jemi rritur si kombëtare, pavarësisht se kemi pasur trajner ndoshta jo adekuate dhe disa zgjedhje s'kan qenë ndoshta më të mirat, por që na kanë pjekë edhe kanë mbushur rrugës kombëtarja e Kosovës me fitu lojtarë të mirë, edhe tash edhe një super trajner si Franco Foda që na ka dërguar një shkallë më lart. Tash do të fokusohemi në infrastrukturë, në zhvillimin e grup moshave të kombëtarës Kosovës, sepse aty pak çalojmë, nuk është që kemi pasur një sukses të madh. Dhe që të fillojmë t'i marrim lojtarët në grup mosha dhe t'i kemi të gatshëm për kombëtarën A dhe jo gjithmonë të kërkojmë lojtarë të gatshëm te kombëtari A, por t'i përgatisim ata dhe në të ardhmen edhe klubet e Superligës t'ju besojnë më shumë edhe çush ka ndodhur ashtu vitet e fundit ftojnë lojtarë që luajnë në Superligë, kështu që bashkërisht të vazhdoj të ngritet futbolli i Kosovës si Superliga ashtu edhe kombëtarja. Kështu që e shoh një progres, po ende jo diçka të madh, po nëse flasim për 10 vite, kemi bërë diçka dhe